Të huajt gjithnjë më tepër zgjedhin të përfshin në agjendat e tyre vizitat në lagjet e sipërme të qytetit të Gjirokastrës. Ndër më të njohurat është lagja Dunavat, ku arkitektura unike e shtëpive prej guri, të ndërtuara sipas stilit tradicional gjirokastrit, po tërheq gjithnjë më tepër vizitorët. Është e mrekullueshme. Këtu ndjen vërtet historinë, kulturën tipike të vendasve. Çdo shtëpi duket si një vepër arti, me çatit e gurta dhe portat me harqe. Është kaq ndryshe me Francën nga vendi i cili vim ne. Kishim parë në rrjetet sociale fotot dhe videot, por është diçka ndryshe kur e prek atë nga afër. Pamja panoramike që ofrohet nga kjo lagje mbi qytet dhe lugina është shumë tërheqëse. Së bashku me mikpritjen e banorëve vendas. Tek ngjiteshim takuam shumë banor. Ata na përshëndetën dhe na ftuan. Duken mjaft miqësor, po ndihemi si në shtëpinë tonë. Një tjetër atraksion që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje është ura e Alipashës, që ngrihet mbi lagjen Dunavat, një monument që tërheq jo vetëm për historinë, por edhe për pozicionin piktoresk. Vim nga Londra, për një javë jemi në Shqipëri. Ndërkohë në Gjirokastër kemi vetëm 2 ditë. Vizituam qytetin, kalan dhe muzet. Vendosëm të vizitojmë dhe urën e Alipashës. Është një vepër arti madhështore. Tereni ishte pak i vështirë, por ja vlen ta vizitosh. Kjo lagje ka ruajtur në thelb autenticitetin e saj dhe kjo është pikërisht ajo që kërkojnë të huajt, përvoja të vërteta dhe të paprekura më parë.